Ekipi Kuksi shpreson të rikthehet sa më parë të rezultatet pozitive në kampionat, pasi momentalisht ndodhet në fundit e renditjes me një ecuri shumë larg pritshmërive. Pas një nisje zhgënjyese dhe disa javësh pa fitore, në Kukës është rritur ndjeshëm presioni për t'u rikthyer në rrugën e duhur. Trajneri Bledar Devolli, që nga momenti që mori drejtimin, ai është përpjekur të rikthejë besimin dhe organizimin në një ekip që duket i tronditur psikologjikisht pas serisë së rezultateve negative. Megjithatë, sipas Panoramës Sport, përpara tij qëndron një mision as pak i lehtë të ndalë rënien e lirë të Kukësit edhe të rikthejë frymën e besimit në grup. Në aspektin teknik, problemi më i madh që trajneri duhet të zgjidhë mbetet mbrojtja. Pas 7 javësh kampionat, Kuksi është skuadra me mbrojtjen më të dobët të garës me plot 14 gola të pësuar, një shifër që flet qartë për mungesë ekuilibri dhe probleme serioze në fazën mbrojtëse. Gabimet individuale, mungesa e përqendrimit edhe keqvendosjes në momente kyçe janë bërë të shpeshta, duke e bërë skuadrën tepër të prekshme ndaj çdo kundërshtari. Nga ana tjetër, sulmi nuk ka arritur të jetë efikas, pasi me vetëm 4 gola të shënuar, verilindorit janë gjithashtu ekipi më pak produktiv i kampionatit. Për të përmirësuar situatën, Devolli ka punuar fort gjatë javës me grupin, duke i dhënë përparësi rikthimit të stabilitetit dhe kompaktësisë në fushë. Ai ka tentuar disa ndryshime në formacion dhe në qasje taktike, duke kërkuar më shumë agresivitet dhe disiplinë. Skuadra ka zhvilluar disa seanca intensive stërvitore, ndërsa trajneri Devolli u ka kërkuar lojtarëve të japin maksimumin dhe të lënë më një anë presionin e klasifikimit.